ndjeshmërinë e plot ndaj reagimeve që më pëlqejnë apo nuk më pëlqejnë, në tërësi dhe në veçanti ndaj rastit konkret, duhet përsëris qëndrimin tim të prerë se nuk pajtohem kur me marrjen e jetës dhe aq më tepër ekzekutimin në detyrë të zyrtarëve për asnjë lloj arsye. Ndaj dhe kam dënuar dhe dënoj me forcën më të madhe ekzekutimin e gjykatësit Kalaja në sallën e gjyqit dhe përsëri shpreh ngushëllimet e mia familjes Kalaja. Por me këtë rast duhet theksoj se ekzekutimi publik në sallën e gjyqit i gjykatësit Kalaja, sikur të ishte në një kafene apo mejhane të qytetit, dëshmon shkallën ekstreme të pasigurisë në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Në këtë kuadër, vrasja në sallën e gjyqit e gjykatësit Kalaja ngjitet në nivelin e krimit shtetëror. Dhe kjo jo se plumbat u shkrehen nga shteti, por sepse vrasja ndodhi në mungesë të plot të gjitha përgjegjësive dhe detyrimeve shtetërore, qoftë dhe atyre më minimale për mbrojtjen e jetës dhe veprimtarisë së zyrtarëve të shtetit brenda institucioneve të tyre. Kjo ka vetëm një shpjegim: shtetit e ligjit me maliqin. Tani do rikthehem përsëri tek reagimet, duke shtuar përsëri se vrasja e drejtësisë është triumfi i vetgjyqësisë, që në të cilën askush nuk ka të ardhme. Por në këtë rast theksoj se ekzekutimi i gjykatësit Kalaja në sallën e gjyqit, një lloj sikur të ishte në shesh apo rrugë të qytetit, dëshmon gjithashtu dështimin e plot të reformës të sistemit të drejtësisë nga George Soros dhe sorosiantë e tjerë. Të bazuar kjo në korrupsionin më të madh kombëtar dhe ndërkombëtar, reformës që de facto privoi qytetarët shqiptar nga një proces i drejtë ligjor. Si asnjëherë në tërë historinë e tyre, si asnjëherë në historinë e Europës pas luftës. Me vetimun Gjueti Shtrigash, të bazuar në korrupsionin gjysëm dhe 1 milion eurosh 1 milion euro pagesa në Shqipëri, sot për shkak të vakumit që solli ky proces, është krijuar një stok prej 230.000 dosje. Sot qytetarë shqiptar që para reformës së George Sorosit duhet të prisnin 2 deri në 4 vite për një vendim gjyqësor, sipas të dhënave zyrtare të sotme, duhet të presin 4 deri në 6 herë më shumë apo mbi 15 vite. Stoku i dosjeve për të shqyrtuar kërkon sipas ekspertëve rreth 20 vite. Rasti i djeshëm është rasti më dramatik i vetgjyqësisë. Por e vërteta është se rastet e vetgjyqësisë për shkak të këtij sistemi të falimentuar po shtohen çdo ditë.
duke theksuar përsëri se asgjë, absolutisht asgjë, nuk po ligj krimin